Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë. Unë sot do të vi me një recet tjetër turshie, siç ju ka premtuar në videot e mëparshme. Turshi të përzierë me lakër të bardhë, domate, tranguj të vegjël e karota. Për mua, kjo është periudha më e mirë për përgatitjen e turshive, sidomos e turshive të lakrës, sepse lakra në këtë periudhë është dhe më e mirë për të bërë turshi, po edhe koha shumë e freskët ku turshit bëhen avash dhe nuk e marrin atë nxehtësinë e madhe nga vapa. Dhe më e rëndësishme është sepse turshia me lakër ka shumë probiotik për shëndetin tonë. Fillojmë ta përgatisim recetën. Unë kam marrë një kopër lakër të madhe, sepse do ta vendos në një vazo qelçi 6 kg. E kam pastruar lakrën e bardhë, i kam hequr ato gjethet që janë të panevojshme, që nuk fillojnë, dhe po filloj ta pres lakrën në copa të mëdha. Mund ta prisni si të dëshironi, kjo nuk ka rëndësi fare. E vendosim lakrën e prerë në një enë të madhe, unë e kam vendosur në një enë qelçi, ku do ta marinoj me krip. Kripën e kam marrë krip të trashëgoni, është shumë e mirë. Kështu do të vazhdojmë ta presim të gjithë lakrën deri sa ne ta mbarojmë lakrën që kemi marrë për këtë turshi. E vendosim shtresa në enën përkatëse, duke marinuar erë pas ere, derisa ta të përfundojmë lakrën së shtruari. Edhim përsëri krip, që marinimi ta bëhet sa më mirë. Tani do ta mbulojmë enën e qelçit me letër kuzhine dhe do ta lëmë në qetësi që kripa të bëjë mirë marinimin e lakrës. Do ta lë 24 orë në qetësi. Mbas 24 orësh, ja ku e kemi lakrën, niveli i lakrës ka rënë, tani e kemi gati për ta shtruar. Fillimisht do të vendosim një lugë gjelle me krip në fund. Do të vendosim karotat, trangujt dhe domatet dhe më pas do të rreshtojmë lakrën. Vendosjen e këtyre mund ta bëni si të dëshironi. Nuk është fare e rëndësishme. Unë e bëra në këtë formë. E ngjeshim pak kur të vendosim një 2 shtresa me karota, me lakër, me tranguj dhe domate, që ato të nivelojnë mirë dhe të vendosen mirë në vazo. Kështu do të vazhdojmë deri sa vazoa ta marrë plotësisht lakrën që unë kam prerë. Kjo vazo e madhe, siç e theksova dhe më përpara, më ka marrë një kopër lakër të madhe. I vendosim dhe trangujt e vegjël turshi, të cilën unë i gjeta për fat, jo gjithmonë gjej. Këtë vit kam gjetur dhe ka pasur plot në treg tranguj të vegjël. Vendosim edhe lakrën e bardhë, ku sasia e lakrës së bardhë në bazë të shtresave do jetë më shumë se sa perimet e tjera. E vendosim lakrën dhe ngjeshim pak, siç e theksuam përpara. Ja ku i përfunduam edhe vendosjen e të gjitha perimeve ke ena e që përgatitëm turshin. Do të vendosim edhe ujin që lakra ka nxjerrë gjatë marinimit. Unë në fakt vitet e tjera nuk e kam vendosur. Këtë vit po e vendos ta shohin si do bëhet. Vendosim 2 lugë gjelle me krip, se një lugë gjelle e kemi vendosur më përpara, në fund të enës. 2 lugë gjelle me krip. Vendosim një gotë çaj me uthull rushi të bardhë. Një lugë gjelle me piper të zi kokër dhe unë do të vendos disa speca djegës, sepse e kam theksuar dhe në videot e mëparshme, speci djegës turshile i jep një shije shumë të mirë. Kush e dëshiron, ta vendosi. Kush nuk e pëlqen djegësit, mos ta vendosi. Unë e vendos në të gjitha llojet e turshive sepse i jep një shije shumë të mirë. Se në fakt më pëlqen shumë shija djegëse. Do t'i vendosim edhe ujë, kam hedhur 500 ml, fillimisht e kam lënë që të nivelohet pak, domethënë që të thithë lakra dhe perimet e tjera, dhe ka vendosur dhe 750 ml ujë tjetër.
do e lëm pak në qetësi që perimet ta thithjen ujë dhe tani do të vendosim një tufë me majdanoz. Unë i vendos të gjitha tushive. Vendosim edhe këtë bllokuesin që tushit të ngarin poshtë dhe shëllira të risipër, do me thënë tushit të mbulojnë plotësisht nga shëllira. E fshim buzët me një letër kuzhine që mbyllja të bëhet sa më mirë. Tani vendosim kapakun dhe e shtrëngojmë fort. E kemi përfunduar edhe recetën e turshive të përzjera, ja ku e kemi, sa të bukura duken ngjyrat, dhe tani ne këtë do ta lëmë në qetësi, do ta fusim në një dollap të errët, ku do e lëmë për 10 deri në 15 ditë në qetësi. Mua për 15 ditë turshit më janë bërë, e ja ku i kemi. Ja, kapakun dhe po ta shihni, në fakt unë i kam vendosur vaj ulliri sipër, por nuk e kanë demonstruar me video dhe shihni si kanë ndajur turshit. S'kan vizur fare, nuk kanë gufosur. Tani do t'i demonstrojmë t'i shohin se si na janë bërë. I heqim bllokuesin. Edhe i nxjerrim turshit. Nga syri, lakra, duket që na është bërë shumë e mirë, po ka dhe atë vajin e ullirit sipër. Në fakt, unë kur të bëra të gjitha turshit, nuk e demonstrova në asnjë video, për ato video që unë kam postuar në YouTube, nuk e kam demonstruar vendosjen e vajit të ullirit. E kam vendosur më mbrapa. Por faktikisht më ka ndonjë një turshit shumë mirë. Ju a rekomandoj edhe juve dhe duhet ta kontrolloni turshin her pas here mbasi i kemi hapur. Jo në atë kohën që ato rinë në qetësi. Nuk duhet të trazojmë fare për ato në atë periudhë. Ja ku i kemi turshit, na janë bërë shumë të mira, nxjerrim edhe pak specë djegës, të cilën ta shoqërojmë turshin, sepse e theksova e kam theksuar që jep shumë shije, provojeni, po që se pëlqeni gjithmonë. I vendosim tani bllokuesin dhe unë sipër do t'i jedh vaj ulliri përsëri, do ta mbuloj përsëri me vaj ulliri. I vendosim kapakun dhe lëmë ke vendi ku e kemi lënë në momentin që ato janë bërë. Ja ku i kemi turshit, na janë bërë, ju bëf të mirë. Dimërofshit shëndetshëm. Miru takofshim në video të ardhshëm dhe faleminderit shumë që më ndiqni, që ishni kohën tuaj për mua, për të parë videot e mia. Miru pafshim.